Ky ushtar shkon për të porositur një vakt në Taco Bell, por ndalet menjëherë kur dëgjon 2 djem pas tij. Një ushtar me uniformë po qëndronte te banaku i Taco Bell, gati për të porositur vaktin e tij, kur u ndal menjëherë. Ai dëgjoi çfarë po thoshin 2 djem të vegjël dhe kuptoi që duhet u drejtohej. Dërsa e bëri këtë, një klient tjetër nxori telefonin dhe filloi të regjistronte momentin që e latë dhe mira njerëz të tjerë të befasuar. Koloneli nën koloneli i ushtrisë amerikane Robert Rizdom nuk kishte asnjë ide që po vëzhgoi, e aq më pak që po regjistroi, kur shkoi në Taco Bell në Mobile, Alabama, për të marrë darkë. Pa e ditur, kishte tërhequr vëmendjen e Jason Gibson, një burr që po ante i vetëm. Të dy, Rizdom dhe Gibson, vunë 2 djem të vegjël që po vraponin në përreth të hyrjes së restorantit. Kur Rizdom dëgjoi se çfarë po bënin djemt, donte t'u bënte një pyetje, dhe kjo pothuajse bëri Gibson të mbytej me burriton atij. I tronditur, ai nxori telefonin dhe filloi të regjistronte. 2 djem të rinj, 9 dhe 13 vjeç, dukeshin se ishin lënë vetëm në atë restorant fast foodi, duke u përpjekur të shisnin në ëmbëlsira shtëpie për të mbledhur para për kishën e tyre lokale. Fatkeqësisht, kolonel nën kolonel Rizdom nuk kishte para me vete. Mund të kishte